Për të theksuar se në stafin teknik të Akademisë Juventus të Londrës është dhe një shqiptar, një shkodran apo më mirë mund të themi një ish banor i Malësisë Madhe, Disar Bruçaj, me origjinë nga Malësia e Madhe, por që jeton për vitesh në Londër. Mi se erdhe në Shkodër në shtëpinë tuaj. Mi se gjetë në shtëpinë tonë. Padyshim knasi që një shqiptar të punojë me një staf anglez. I kënaqur? Po, normalisht, unë faktikisht jam tifoz i Juves që ish fëmijë, edhe momentin që Akademia Juventusit është hapë në Londër, kam pas dëshirë gjithmonë të punoj me ta. Si u bëhe mundur bashkëpunimi, ju jeni aktivizuar me futbollin në rinin tuaj në Londër? Po, faktikisht unë kam pas lujt, a kupton, në mënyrë amatere, në kohët kur kam qenë i vogël, normalisht nuk kam arrit në nivel profesionist, po, di shumë për futbollin. Do tashmë jeni përkushtuar tek moshat? Po, normalisht jam i kualifikuar për scouting edhe për mirëmbajtjen e lojtarëve dhe gjëra teknike sa i përket nivelit të akademive. Ju jeni vetmi shqiptar në të staf apo keni edhe në një koleg tjetër? Jo, unë jam i vetmi shqiptar. Dhe lidhet me Shqipërinë, padyshim i mbani natyrisht me klubin Vllaznia që ju bëri edhe ftesën. Po, normalisht na kena një 5-6 shqiptarë që lozin në Akademinë e Juves, bashkë ashtu me dy djemtë të mi, edhe Si quhen dy djemt? Enrico dhe Leonardo. Enrico dhe Leonardo. Të kënaqur, janë ambientuar? Po, Enrico ka qenë pjesë e stërvitjes me Vllaznin gjatë pushimeve verore këtu në Shkodër, dhe kena marrë kontakt me Albanin e me stafin e Vllaznis. Ne kena pas qef me organizu një kolaborim për të dy akademitë që të bajnë neshje misore dhe të arrijnë të bajnë diçka të bukur për futbollin. Prania juaj në stafin teknik të Akademisë Juventus natyrisht që është edhe një bonus më shumë për fëmijët tuaj, e ndjen edhe me komod, me qetë. Normalisht fëmijët e mi kanë qenë në akademi para se me filluam punë aty. Unë jam bërë pjesë e stafit teknik nga që kur kam kalu kualifikimet e duna, edhe nga që fëmija luajnë aty jam shumë kënaqur të jam pjesë e klubit, edhe normalisht hapi sytë edhe t'ju rri afër rrugtimin e tyre. Ndërkohë, thatë janë 5 futbollistë shqiptar, 13 e tjerë. Po, është një Daniel Durici, Arvin Durici, edhe djali i Axhës të Enricos, Oliver Bruçaj. Po, të gjithë nga Shkodra dhe nga Malësia e Madhe dominon me tepër. Jo vetëm në Londër, besoj që futbolli Malësisë Madhe, futbolli shkodran kontribuon shumë për futbollin shqiptar. Duke thënë se ju jeni me origjinë nga Malësia e Madhe, padyshim krenar për çfarë ka prodhuar Malësia e Madhe me yjet e futbollit shqiptar. Po, normalisht na jena shumë kënaqur për gjithë lojtarët që vinë nga Malësia e Madhe, që është tek Bekim Bala që ka hapur rrugën një nga më të parë në nivelin kombëtar, edhe besoj edhe këta lojtarë që janë tashmë kombëtare na kanë bërë kënaq. Në fundi dhe Bashkia e Malësisë Madhe i nderoi duke i dekoruar si Tëtanderi, marionetin, Armando Brojen, por edhe boksierin Jurgen Uldedej. Po, besoj që edhe një shumë i mirë, e meritojnë, na kanë bërë gjithë dhe krenar, jo vetëm neve, por gjithë Shqipërinë. Edhe besoj që kanë kontribu shumë në sportin shqiptar, me në Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Vazhdimësia do ketë bashkëpunimet me tillta mes Akademisë tuaj në Londër dhe Vllaznis? Po, sigurisht, me Vllaznin do kena kolaborime të reja, do mundona me basa kompeticione me klube elitare nga Spanja, Italia dhe vende tjera europiane.